Vitaminat armike të organizmit. Shumë prej nesh mendojnë se marrja e vitaminave dhe suplementeve të ndryshme do t'i zëvendësoj mineralet, proteinat e çdo gjë tjetër që trupi ka nevojë. Por nuk keni pse mendoni se marrja e këtyre pilulave do t'ju bëjë më të fortë apo do t'ju mbrojë nga sëmundje të ndryshme. Një dietë e pasur ushqimore ju siguron të gjitha vlerat ushqyese që organizmi i njeriut kërkon për një mirë funksionim të përgjithshëm. Regjimi ushqimor ndikon në cilësinë e jetës tuaj dhe nuk mund të tregoheni të pakujdesshëm në këtë pjesë. Ja cilat janë vitaminat armike të organizmit dhe cilat janë ato që duhen marrë. Vitamina A, C dhe E mund të shkaktojnë disa lloje të kancerit, nëse merren mbi doza të shpeshta. Këto vitamina janë të njohura dhe si antioksidant. Nëse vitamina antioksidante është marrë në sasi të mëdha, ajo mund të dëmtojë rënd shëndetin. Një studim i detajuar për duhanpirësit meshkuj, të cilët në vazhdimsi kanë marrë vitamina A, rezultoi se ishin të rrezikuar nga kanceri i mushkëlive më shumë se sa ata që nuk e konsumojnë këtë vitaminë. Mbi doza e vitaminës C, mbi 2000 mg, shkakton gur në veshka. Trupi nuk kërkon sasi shtesë të vitaminës A, C dhe E. Vitamina B3 mund të zhvillojë infeksione, probleme të mëlçisë apo gjakderdhje të brendshme. Një vitaminë që bie në kategorinë jo e mirë është pikërisht vitamina B3. Besohet të ketë efekt negativ në pacientët me sëmundje të zemrës, diabeti apo kolesterol të lartë. Hulumtuesit gjetën se niacin, pra vitamina B3, nuk ka asnjë rol në parandalimin e problemeve të zemrës. Në vend të kësaj, ka efekte anësore të tmerrshme. Mund të konsumoni panxar dhe salmon për ta zvendësuar këtë vitaminë. Evitojini multivitaminat nëse ju keni një dietë të pasur ushqimore. Acidi folik rekomandohet për nënat shtatzana, 200 mg në ditë është i mjaftueshëm. Megjithatë, për çdo gjë më mira është të këshilloheni me mjekun tuaj.